aty ku ai ka detyrimin për të paraqitur në bazë të një vendimit të gjykatës të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji në orën 10. E kemi parë në të shkuarën që zoti Berisha është paraqitur më herët nga ky orar edhe për shkak të angazhimeve të tij elektorale. Tashmë që zgjedhjet kanë përfunduar, zoti Berisha ka mbritur në orarin e përcaktuar në prokurorin e posaçme, përgjithsisht pas përfundimit të procedurës që nuk zgjat shumë, më shumë përgjithsisht zgjat si në shënimet që zoti Berisha le për prokurorët e SPAK. Të shohim nëse do të ketë edhe sot një mesazh të tillë për prokurorët e SPAK. Ai i drejtohet më pas medias dhe të pranishmëve me mesazhe të cilat përgjithsisht kanë qenë të mbushura me akuza për prokurorët e prokurorisë posaçëm, por siç e tha dhe kolegu Eni Ferhati, ka publikuar edhe mesazhe të shkëmbyer sipas tij përmes aplikacionit Sky ECC dhe aplikacioneve të tjera të cilat janë përdorur nga krimi organizuar dhe janë zbuluar gjatë hetimeve të kryera nga ana e prokurorisë. Do të presim cili do të jetë mesazhi i zotit Berisha. Kam edhe kolegun Ardit Hoxha në këtë momente. Ardit, përshëndetje. Përshëndetje, Esmeralda. Mirë, si është menduar, do t'ju flasë sërish të pranishmëve zoti Berisha, ka foni, ka masa, apo si është përmes medias? Po, është i njëjti skenar në fakt, siç kemi parë edhe në paraqitjet e mëparshme të zotit Berisha përpara oficerit të policisë gjyqësore për të shlyer detyrimin e tij për paraqitje çdo 2 javë në SPAK. Dhe ditën e sotme është ngritur një mini podium nga i cili zoti Berisha do t'i drejtohet dhe do të flasë për ata 10 militantë të mbështetës së Partisë Demokratike të cilët janë grumbulluar për ta mbështetur edhe ditën e sotme zotin Berisha, ashtu siç kanë bërë edhe në herët e mëparshme. Sigurisht në këto radhë të fundit, numri i mbështetësve të zotit Berisha mund të themi që është deri diku edhe në shifra më të ulta, por për shkak edhe të vetë rëndësisë, po themi që zoti Berisha apo Partia Demokratike po i kushton kësaj paraqitje duke e shndruar atë, po themi, në një paraqitje tërësisht formale dhe pa ndonjë peshë specifike politike. Gjithsesi, vetë zoti Berisha ka zgjedhur që në shumë raste të përcjell mesazhe politike edhe nga dyert e SPAK-ut pasi ka dalë, po themi, dhe pasi ka bërë paraqitjen përpara oficerit të policisë gjyqësore. Do të presim edhe ditën e sotme se cilat do të jenë mesazhet apo kë do të targetoj zoti Berisha nga funksionarët e Partisë Socialiste, pasi në herët e mëparshme ka qenë zoti Tauland Balla, ai që, po themi, të cilin zoti Berisha e ka sulmuar më së tepërmi dhe me element nga dosjet i ka publikuar duke e akuzuar zotin Balla për qoftë për afera korruptive apo edhe me lidhje me persona të botës së krimit. Do të shohim sot se kë do të ketë në qendër zoti Berisha nga funksionarët e majorancës socialiste. Po, Esmeralda. Ardit, nëse mund të na tregosh pak kush janë deputetët që ndodhen sot aty, ne shquajmë disa, por jo të gjithë, ndoshta edhe pasi e kemi të pamundur. Janë disa? Janë disa në fakt, mes tyre kandidat për deputet që e kanë marrë mandatin zgjedhje 11 maj dhe disa tjerë që janë deputet deri në shtatorin e këtij viti. Pra mund të përmend zotin Noka si sekretar të përgjithshëm Partisë Demokratike, po ashtu Belind Këlliçin, drejtues politik i Tiranës, Tomor Realizoti, drejtues politik i Elbasanit, po ashtu edhe zoti Tritan Shehu, deputet dhe drejtues i Gjirokastrës, dhe po ashtu
po ashtu drejtues dhe funksionar të tjerë të Partisë Demokratike dhe mes tyre militant dhe simpatizant të shumë. Ashtu sikurse e the edhe ti, nuk janë po themi as të gjithë deputetët e Partisë Demokratike, por edhe një pjesë e mirë e konsiderueshme e strukturës drejtuese të kësaj force politike nuk janë gjatë ditës së sotme në këtë mini protest apo po themi në këtë grumbullim sensibilizues mbështetës ndaj zotit Berisha të përdyjavshëm po themi që zoti Berisha e ka si detyrim nga SPAK-u për të dalë përpara oficerit të policisë gjyqësore. Po Esmeralda. Ardit, Partia Demokratike duket se ka edhe një betejë tjetër përveç kësaj të zotit Berisha me drejtësinë atë për çështjen e zgjedhjeve. Nuk e din nëse ke pasur mundësi të komunikosh apo të kesh informacion cilat janë hapat që do të ndjek Partia Demokratike në atë betejë të cilën e ka konsideruar për votën e lirë. Apo doli zoti Berisha. Duhet të shkëputemi Esmeralda, ndoshta pas komunikimit zoti Berisha mund të rilidhemi pasi do të flasë zoti Berisha. Po, patjetër.